Jenë zetë edhe ti. Ata këthej pak. Ja, s'ka kale pak, se më gushë pëto. Atëherë, më Senaldo, si e mirë. Qa të djeta? Që, ka ti që thot jeta, mirë. Të gjonë të këtushme, po zinë ca pula, ti hanë për trek, gjera të këti lori. Pula në heli, a pula kështu? Pula në long. Long. Qa kështë të thonë, a deshte me folë për situatën më herë që... Desha me të pyt, që do me thonë. Nga më qërë. Atëherë, një konkluzion që unë kam arrit është kë. Tash, nuk e ditja ke vrejt, për shembull në fillim, Miri dhe Mali kam pas shumë debate, shumë diskutime nërmje veti. Dhe me thonë, Miri e ka marrë shumë personale pjesën e Malit, se Mali shkoj ke gjitha të e provokoj, ke gjana, i përmen ke gjana, dhe me thonë, arrike me nëzirë prej vetës Mirin, se nuk kam vrejt edhe kujna kom për shembull në akvarium, që tash i thojnë shpel, kujna ko në akvarium, kur hyni Mali realisht arriti me nëzirë për vetës Mirin, se Miri nuk e dura i ke ma. Edhe unë menoj që tash Miri, do me thonë, kur për shembull Mali tash edhe në qofë se shkon me sulmu Mirin, Miri ma nuk ja këthen, që ja ka këthyja, dhe nuk mirët fare zero. Sa i mendon se në qofë se mirët, e para del bluff, se normalisht Mali ka gjanat e veta, i ka mendimet e veta dhe shkon direkt me ato mendimet, do me thonë nuk e ndërron mendimin. Edhe Miri, do me thonë, nuk do, menon që në qofë se jep shkak për debat Malit, thjesht mundet me rrit në loj, mundet me rrit në faktin që adin del për shembull flitet më prajmë një diskutimi ty në ana i gja, edhe ky nuk don fare, thot adin nuk du fare t'jap vëmendje Malit. Edhe unë e kam rrit me ty, kohën e fundit që sa herë për shembull e ke kundërshtu e gjitha, që unë jam kanë shumë dakord me ty sa herë e ke kundërshtu gjanë që ja ke thonë, do me thonë me ty, ai... Erda. Me ty, ai do me thonë, ta këthem përgjigjen, adin debaton me ty e gjitha. E unë mendoj, sa më ka ra me njof mirë në me pasi qëfar personi është, unë thjesht mendoj që ai t'jep ty shkak për debat, do me thonë që fse t'ja këthen, ja thu një laf ose në i gjë, ai lafit do ta këthen, adin ta këthen edhe munot me umirë, munot me këqyr qa për dënë ty me thonë se në vene, se normal ka konsiderat për ty si rejtar, edhe e dyta adin thot, okej, në qofë se e ngrehi njërin për i dyve, t'pakten e ngrehi Stenaldën, se Malin e dën me pa jashtë, edhe nuk dën jep shkak për debat, nuk dën mja këthy për shembull fjalë që ja thot Mali askur gjë, atë ti ai ta kthen, për shembull ti ja thu një fjalë, ai vjen me ty ta kthen tek mirret me ty. A me Mali nuk mirret më, ai nuk don në asnjë mënyrë më jep Mali debat, në asnjë mënyrë me kundërshtu më Malin, as më mirë më me Malin, se thjesht ai thot, nëse prej dyve du më jep, domethënë du më jep mundësi për debat ose me dal mos sharun ai debati joni, du më jep Stenaldës dhe jo Malit, se me Malin e ka personale dhe do jashtë shtëpis. Edhe do automatikisht me të ngre ty, jo që ti vetë ngre vetë, normalisht se nuk ka me ty mirë me të ngre, amo ai thjesht thot, unë du që ti jap më shumë Stenaldës, që mos jap Malit, që këtu ta uli Malin dhe Mali të hecë jashtë, ta kupton. Ky është edhin, thjesht është një mendim jami që normalisht nuk është se është e drejtë, as nuk është e vlerë. Çdo njeri ka mendimin e vet. Unë them këtë që mirë njerëz do asnjë në shtëpis. Se kur Mirit kishte mund, gjithë i kishte nxjerrë jashtë. E vërtet. Ose kishte bot dasma ditë për ditë, edhe i kishte bot gjithë me demek shop, e në fund fare fiton Miri. Ky është vizioni i Mirit për Big Brother. Tani, mujer nuk më do fare. Siç nuk ka dash Malin dikur dhe siç nuk e do Malin sot. Miri jep debat, se s'ka qare kur i thoni. S'ka ku me ikë. Se gjërat që po i them unë, edhe tjerë brenda shtëpisë, janë super konkrete. Ti nuk mundesh mos marrësh qëndrim kur unë them ti i ke fal dikujt që tani e ka lat loje fjalët më të rënda që mund t'i thuaj një prindi. Ti nuk mund mos më thesh përgjigje kur unë them nuk ke tregu ndjeshmëri njerëzore kur babain e një vajze nuk e ke respektu për me fitu Big Brotherin tënd. Ai nuk mund mos më përgjigjet mua kur unë i them ti në këtë lojë shkel mbi kufoma, që metaforikisht do të thotë nuk ka gjë që ti se bën. Ti bën gjithçka. Amo esenca është në nëse ti këto llafe shkon ja thu Mirit, edhe të njëjtat llafe shkon ja thot Mali Mirit, ai ti kthen ty përgjigjet, nuk ja kthen Malit përgjigjet. Po këtë nuk e bën. Këtë nuk e bën se do më mbajt mund lojë. Jo se do më mbajt mund lojë, po thotë nëse i jap ndaj kujt me dal mu bëni prime edhe mu fol për debatin ton, të paktën duhet jap Stenaldës dhe jo Malit, sa i Malin e do njerëz, se juve ju shet si dyshe. Edhe ai mendon që nga kjo dyshje
shtëpia ju, një ditë do përçahet Mali dhe Stenaldo dhe njëri do dali dhe njëri do rria mrena. Ai mendon këtë gjë. Ai kjo nuk ndodh. Normal. Ai mendon këtë gjë. Ne brigë s'ka kale. Ne e kemi kaluar këtë fazë. Fazën e çdo lloj përçarje. Domethënë Misemi dhe Malit ka shku jashtë shtëpisë. Xha. Kështu që ajo kot lodhen njerëzit se nuk ndodh. Po ne të dy këtu i jemi qas Big Brotherit, secili me drejtsinë e vet.